Kurani thot se sperma prollohet në drast të gjoksit në korrinjës shpinës. A vërtet kjo? Edhe shkencërisht po. Në shtyllë kryesore, edhe shkencërisht. Ju lutëm, incizoni e këta vllazën e motra. Jo. Spermatozoidi prollohet në shtyllën korrizore? Jo, tash të shpjegoj. Ku prollohet sperma, more vlla? Edhe shkencërisht, edhe kuranore. Në manet një shkencatar që thot sperma prollohet në drasën e gjoksit korrinjës e shpinës. Jo në gjoks. Shumë ka në gjoks. Në drasën e gjoksit thot edhe në korrizën e shpinës. Për drasë gjoksit nuk e di, për në shtyllë korrizore e di. Po pse ke ata më falë për shprehje, shpreson se s'ka fëmijë që po në dëgjojnë, pse ke ata topat e vojnë atje në Treshëkamve? Gjo, njeriu ka dhe doje. Vlla. Gjo, një minut. Se unë vetin kështu je shqiptar, por, me folë të budalla që atyr për komin tonë. Meno me kja, dëgjo veç me ta folë ta. Meno me kja të më në digjo një shkja apo një grek. Edhe me tha, shqiptar budall, besoshin se sperma prollohet në drasën e gjoksit në korrizën e shpinës. Mos e pa budall vetin për Allahun, por. Do me lexua Kuranin tash, dëgjo. Le Kuranin, se ka Jo, se kryem ma temën, se po më intereso kjo. Dëgjo. Jo, mund të më intereso. Dëgjo, ti po futesh në baltës do me dalë, tash dëgjo. Jo, dëgjo tash, se e gjeta ajetin, arrita. Hape Kuranin apo shanjoje. Surja Tarik, kapitulli 86, vargjet 5-6. Që ka thot Allahu? Le të shikoj njeriu se prej çka i është krijuar. Ai është krijuar prej një uji që hillet fuqishëm, e del thot nga kurrizi i shpinës dhe drasa e gjoksit. Thot del fuqishëm nga kurrizi i shpinës dhe drasa e gjoksit. I cili budallë beso këta? Po pse ka del ajo? A del pe i ras gjoks me burra? Vlla, i cili budallë beso këta? Ama në burë, parë zot lëma. Po thot Kurani.